në Argjentinë. Nuk e di nëse të qelloj ta shikoj atje, por kanë gjetur vezë dinozauri, edhe ndoshta po veza më mirë e ruajtur ndonjëherë. E kanë bërë edhe tani prezente dje në një konferencë për shtyp. I pa kafe. Shikoj pak. Është një vezë dinozauri e plot. Sa e votkël. Po, është sa një vezë struci, pak a shumë, është më e madhe se sa një vezë. Jo kjo, se kjo është e thyer, po kanë gjetur, si duket kanë rënë shira, siç po tregonia. Kjo është ajo e cila është e plot. Veza është 70 milion vjeçare. Prandaj është bërë sigur. Edhe një herë, 70 milion vjeçare, nuk duhet ta hash. Sepse po është këtij dinozauri, një lloj dinozauri që është më afër në familjen e shpendëve, po e quanin, po shikosh edhe hijen e gruas atje, është bërë për të krahasuar se sa e madh do të ishte. Bonapartenicus ultimus. Bonapartenicus ultimus, po. E ka gjatësinë 2 deri në 2 metra e gjysmë, pastaj në 7 lartësi nga toka, rreth 70 deri në 85 cm. Pra do të vinte pothuajse 1 metër i lartë si zog, por është një zog dinozaur. Dhe nëse shikon këtë vezën, është vetmja që kanë gjetur që është e plotë, e pa se thua çfarë, e pa thyer. Pak e krisur, po kanë kaluar 70 milion vjet. Po çka ka brenda? Do e hapin? Nuk e di, ndoshta i bëjnë në këto rrezet. Bëjnë një omlet gjigant. Këto gjëra po e mirë do ishte. Për gjithë grupin që u lodh për ta gjetur. Ka qenë një skeç ashtu. Dave Chappelle e ka pasur. Kur Dave Chappelle e bënte luante rolin e një miliarderi dhe tekat e një miliarderi ishte që të hante, kishte bler vezën e dinozaurit nga muzeu që donte të hante omlet me sepse mundej. Ishte ideja, po gjithsesi. Kjo ishte në lajmet nga 7 milion vjet zonjë zotrin dhe u gjet veza, kështu që nëse bëni një vezë sot, dikush mund ta gjej 7 milion vjet më vonë. Arkivoni një vezë. Lajmi tjetër, me që e kishim me dashuri këtë pyetjen e sotme, për çfarë nuk do jetoni dot? Ti beson vërtet këtë? Ka. Vezën e dinosaurit? Shikoj, këta janë serioz. Këta janë serioz, janë kështu me nerva për bëjnë kërkimet? Jo, po se ka qenë edhe njëri, ka qenë një sharlatan që dilte thoshte kjo është ka ardhur nga Marsi, kjo ka ardhur nga kështu. Na kanë gënjur historikisht. Gjejnë vezë, atë punë kanë ata, kërkim vezësh. Sa mirë. Dhe tani dinozaur ka patur apo jo? Po pse se gjejnë si janë bërë piramidat e Egjiptit pra? Gjejnë vezët e dinosaurëve. Ti bën shumë pyetje. Dhe nuk na tregon sekretin e ndërtimit të piramidave. Veza bëhet ashtu, po do ashtu veza se do Ultimus Maximus Anus. Atëre, vezën ka bërë gladiatori para 7 milion vjetësh atje në Rom. Si ai që më doli dje, ka 8 milion banor në botë dhe doli çunin çast tim budalla. 8 milion. Ku e gjetë këtë? Vetëm në çole tha njëri. Më dani në Instagram.